Unë në atë moment që i kom shtim kone gashme edhe 20 vjetë burg me bo, po ato mës me dalë prej meje. Në bazë për cilëve që na i bonin në konvikt, qoftë ishin disa inspektor deqanit me thonë drejten, ish një nevruz i Sufaj, i ka qenë një unikut në duket. Po, ajo ka qenë pas burgosjes grupit deqanit, Glogjanit, atë ne veç kishim kontakte me grune Bacin Smajl, Mizacetën, edhe sa vija prej studimeve, më tregoni ditë kështu, të të kanë ra, i kemi do materiale shumë të rëndësishme, dhe çka mundë me bone ti. është jemi gashme çka dush. Edhe e kom marrë përsipër, se tha nuk e di, ndoshta torturat e bojnë të veten, ndoshta dikush pe i grupit mundet me ditë se ku janë, edhe për me mshef gjurmt, atëherë i kom marrë une materialin, edhe kom fut në baqen time, kanë qenë aty materialet ndryshme, pseudonima, sane, disa radiolidhje, disa plot materiale që tash, dhe më thonë, fort së më kujtuen se cila rasisht, po e di që ka pas shumë, disa dhe me thonë drejti nuk doja dhe me i ditë krejt shka jonë, po për afërsisht e dija se ishte një kogja një materiali i rëndësishëm, edhe kom marrë dhe kom vendos në baqen time, gruposa, u mbyll, edhe, dhe me thonë, ka shku, baja një kohë edhe nuk o gjithë, mas një kohë, dhe me thonë, ata e kanë zbulu, pra u të beja në pej, unë isha në Prishtinë, pra, edhe vjen një kusheri edhe thot, mos shko mo në Glogjan një herë, shka ka ndodhë, në kunë thanja 40 policë, diçka tha të bosh që ja kanë gjithë. Edhe dita, po me thonë drejtën jam konë shumë e gashme, momentin që i kom marrë dhe i kom fut ato materiale, unë në atë moment që i kom shtim konë e gashme edhe 20 vjetë burg me bo, po ato mës me dalë prej meje. Në konë shumë e përgaditën. Prandaj edhe kur kom shku në Prishtinë, edhe në çdo demonstratë edhe në çdo aktivitet që është marrë, nuk e kom pas hiç dert. Jem konë shumë e përgaditën. Qatë moment që i kom fut ato materiale, kom thonë, qofë se binë burg edhe çka do të ndodhë, unë kam e qenë e furt. Jo, unë veç që kisha marrë një informacion, u ktheva kinë se s'ka ndodha asgjë. Ka ndodha e një periudhë pak më e gjatë. Kom shku, kam ardhë, dhe vitin 1982, atëherë dhe më thonë dikon një muj, para se më bo përvjetori i demonstrata, atëherë veç fillun disa levizje në konvikte, disa studentë që i shishim që na paralajmun për afërsisht, në bazë për cilëve që na i bonin në konvikt, qoftë ishin disa inspektor deqanit me thonë drejten, ish një nevruz i Sufaj, i ka qenë një unikut në duket, edhe kanë qenë disa tjerë, cilët kanë gravitu në për disa dhomat studentëve, dhe ishin që po hinin si musafir. Edhe njëna prej aty në vajzave, kishim konviktin numër 5 atër, vitin e dytë, edhe më thot, ti për mu ke thonë një shpiune, që unë faktikisht e kisha një përshtypje shumë të mirë për atë vajzë. Hiq nuk më shkoj ke menja që ajo mundet me pas diçka. Edhe thash, bashkë për kondrazi, thash për ty nuk e kom menu, as nuk e di që je. Thash, po vish mundesh me më tregu ku, ata çka kom folë për ty. Ke folë ta qëtu në koridor, ish një farë menze, një farë përgatitshëm disa ushqime aty në konvikt. Dhe aty e poshtë që ajo, kur i poshtë që gravitun ata, atër e dita që faktikisht ajo është një paralajmërim që jemi të përcjellë. Po për ato hiç nuk kish ku mendja, kur. Po studente ajo ka qenë. Po nuk bën emrin e saj tash mi përmend. Gjithë kam i përmend, pa ato jo. Vetë mbetet konfidencial për shkak të familjes saj. Tash ka dhënë kontribut familja vet, edhe nuk po du me... Po, ato rrishin me ta. Rrishin ata, sigurisht kanë marrë informacione prej tyne.
Dhe më thonë, 2 kanë qenë ato shoqe, kishin informacione, na i kishim dyshime tona, se faktikisht veç derisa na nuk i kishim përmend heq emrat e tyne dhe hynin edhe dilnin në për konvikt, atëherë veç na e morën vesh që diçka po lëviz, sepse ishte edhe shoqja ime e Deçanit, që kemi qenë bashkë në shkollën e mesme kem kry, ti me Mehmeta nga Isniqi, edhe ajo të njëjtës. Do më thonë e njëjta, me kish përcjellë edhe ata dhe mu, edhe pom që diçka po ndodh. Dhe ndërkohë, do më thonë, atëherë unë kam shku të shtëpia, me mëngjesin e 9 marsit, do më thonë, 9 marsit, 82, kanë ardhur policia të shtëpia, edhe do më thonë kanë kërku, kanë marrë, njëherë më kanë qunë Deçan, Pej, mas ne jo marrë në Prishtinë. Prishtinë këtë kom najtë në sekretariatin atër të punëve të mbrëmshme dikon 24 orë. Edhe aty, si zakonisht, do më thonë, këta që kërkujnë, jo, kallëzo që ki bu, jo, qysh tek, jo, tregona ma mirë, je e resë. Po i hup studimet, e pe hup karierën, e pe hup këtu, anë e kënej, me gjithë atë. Thashë nëse i keni marrë krejt njerës si unë, thash atëherë, thash kur gjos paska, thash unë kur gjos kom bu. Edhe, do me thonë, e panë që s'ka, atë natë, do me thonë, kom maltretime s'kom pasë në sekretarat punëve të mbrëmshme. Kanë marrë pyetje kohë pas kohë, orë pas orëve. Hajde, po të ljomë pushu edhe një orë, pas një orë nga të reganë, pastaj, do me thonë, dikon një 7-8 herë natën kanë ardhur disa inspektor. Njeni prej tyne disa nuk i nja, disa, do me thonë, ani mirë, se ti po pret diçka tjetër, ma mirë trego me qef, se dhuna nuk është e mirë as për ty, as për neve. Do me thonë, mundun me fjallë shumë të buta, është unë nuk kam kur gjo. As një sant, tash heq kur gjo nuk di. Dhe ndërkohë, njeni para se mu nis, do me thonë, atër tha mirë, tha, ti tha e ki vendimin, ki me shku një izolim, tani të shofim që ka me ndodhë me ty, edhe në shkrimin vendimin për me shku në burgun e Mitrovicës, se po marrë në shkruan nga Mehmet Maliqi në atë kohë. Edhe pikrisht bashkë me një shoqen time, ajo Kamenicës, kishte qenë edhe ajo në Hetusi, ato nuk i kisha vendase Kamenicës, po ishim në fakultet, në grupë bashkë. Edhe na kanë dërgu në Mitrovicë, atëherë i kemi pas